أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit I gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë të besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni këtu sonte bashkë. Vazhdimisht kemi folë sonte diçka të veçantë lidhur me përmendjen e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Të gjithë është jeni ditur që këto na ka sjellë I Madhi Zot. Në këtë botë na mbani I Madhi Allah Xhelel Xhelaluhu, por qëllimi jo pse na ka sjellë. A thu me umaru këta magazinet të ushqimit, apo me mush orë të gjumit, orë të gallac, orë të qefit, orë të shkujdesjes, apo për I qëllim tjetër. Allahu Xhelel Xhelaluhu thot në Kur'anin e Madhërueshëm: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Më përmendni mu, thot Allahu. Më falenderoni mu, edhe mos më mohoni. Pra, më përmendni, do të thot me e përmend Zotin Xhelel Xhelaluhu në ditë. Dhe një nga fjalët më të mëdha, më të mira që përmendet Allahu është fjala La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shqip këtu nuk e keni, po ka ajo tabele e bardhë aty, thot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajo është formula për të cilën të ka sjellë I Madhi Zot në këtë botë. Pra, kur ne të kalojmë atje në banesë të varrit, ti s'ka për të pyet as se ki qenë inxhinier, as profesor, as aviator, as se ke fluturuar në përret, as se ke hes në përdet. Por do pyetësh, kush ishte Zoti jot? Ajo është formulë interesante. Pra para asaj formule nuk del asnjë gjë në këtë botë. Këto shenja të tjera që I vëmë në njëri tjetrit, për shembull skuadrat e futbollit, e shtetet, e flamurat, e gjitha gjërat që I vënë ta kështu, atë sa mund dallu, ky popull, ky është ai popull. Ama llogarinë e kemë atë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kjo është përmendje më e mirë që I bëhet Zotit Xhelel Xhelaluhu. Unë them se nuk besoj që të dalë njëri për jush që jeni sonte në këtë xhami pa e mësuar këtë fjalë. Ajo I fjalë është La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se pejgamberi është I dërguar I Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. A e dini se një njeri është gjind dhe I ka dalë llogarie për xhehenem. Edhe melekt, kur e morin në të librin e atij, I thonë të Madhe Zot, o Zot, ky nuk ka hajër. Ky është për xhehenem. Se këtë veprat I kanë dalë të këqija. Nuk pat ndonjë vepër mbeshore që të rëndoj punë të këqija e të jetë më e rëndë mira. Po s'ka pas asnjë gjë, po ne zgjedhëm gjë ky. Allahu Xhelel Xhelaluhu thot: po ju lutem mos I harroni këto fjalë, ju kemi thënë dhe në të tjera, se për Zotin këto janë shkolla numër 1 e botës. Le të mësoni gjithë shkollat e botës. Vallahi pas mësot që atë fjalë, për këtë besë Zotit këmu mos hesim më përplas ditë në gjykimit. Se ju kom thonë këtu, e ju kom thonë ka 35 vjetë, e do të themi derisa timi gjallë. I thonë me lek të o Zot këky s'kemi gjetë gjamane. Allahu Xhelel Xhelaluhu I thotë në lonje, mos e nisni I herë për xhehenem, se ky e ka I gjatë në qeftë këmu. Kur ka qenë aty në dynjë, vetëm I herë ka thonë La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Që jo dhe. Vendosin peshorët, thot, këtë fjallë, edhe vendosin peshorët. Kur shikojnë, krejt veprat e këqije që kishte bën ky, gjinofet e këtij, dolen më të lehta se sa kjo fjalë, pa kjo ishte më e rëndë se sa gjinofet që kishte punuar personi.
Çfarë do të thotë kjo? Allahu e fali. Allahu e mëshiroi. Kështu me mësohet fjalë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A doni t'ju tregoj tha, cili është njeriu më i keq në këtë botë? Ne kena mendime të ndryshme, po të na pyesësh ne. Filoni, biri filonit, ka punu këte, ka punu atë. Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Njeriu më i keq në këtë botë thoshte që zë i vend sipërfaqen e tokës nuk përmend Zotin. Çfarë do të thotë kjo? Ulën bukë, bismillah. Alhamdulillah. Falënderoj se Zoti më ushqeve. U çova nga buka. Elhamdulillah. Shkova ke puna, hypë makinë, bismillah, me emër të Zotit. Jetën e shtrej aty, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, thoi 100 herë, 70 herë. Jetën e thoi subhanallah. I lartë madhruar, pat me ta është Allahu xhelel xhelaluhu. Elhamdulillah, Allahu ekber. I keni ngjuar këtë shprehje. Bile i pjesë njerëzish na kritikojnë ne zakonisht to që thonë jemi shqiptarinë. Shqiptari do të thotë njëri pa Zot, pa fe, pa dhe, pa familje, pa asnjë gjë në botë. Shqiptari ishin komunistat. Ne nuk njohim asnjë gjë. Atë në vend të saj fjale la ilaha illallah Muhammed Rasulullah kishin vendos Stalinin, Leninin, Marxin, Engelsin, këto figurat e qafirëve të botëror, që kanë vrarë mbi 250 milion njerëz. Edhe se një vend dhe nuk përmend Zotin xhelel xhelaluhu. Nuk ka hata më të madhe, nuk ka njeri më të dobët. Të shtjen Allahu, të rret Allahu, të mban Allahu, të lartëson Allahu, të jep shtëpi Allahu, të jep familja Allahu xhelel xhelaluhu, të nuk kujtohesh asgjë. Ora kam vend më këta të mira. Po njeriu kujtohet. Pra do ta kuptoj, do të interesohesh pse erdhe këtë botë. Me harë bukë, me ra gjumë, ata i ke kafshët së të dushët. Gjumë, apo si kanë regullu dhe ka atë kushtet të shti, gjumë, kafshët, delet i kanë regullu në venet për smare. Jo njeriu s'ka këte, njeriu dallo, sepse ka logjikën, edhe thotë, pse erdhe këtu, kush më pruni? Allah. Pse më pruni? Për me adhuru Zotin xhelel xhelaluhu, me përmend Zotin xhelel xhelaluhu, me falënderu Zotin xhelel xhelaluhu. Pse u bane rëp? Pse të zoj Allahu xhelel xhelaluhu. Kështu, mos i harro këtë fjalë. Mbaj mend, kudo që t'jesh, përmend Zotin. Vetëm mbanja jo. Ama je jashta, duke punu, duke nejt. A di se ajo përmendje Zotit, një ditë ka përdojgjeni njëri me pejgamber të Zotit, me shahidët, me dietarët. Çfarë ka bënë njëri? Ky e ka majt gojën gjithmonë të njomun duke e përmend Zotin xhelel xhelaluhu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e përmend Zotin dhe ai që se përmend Zotin është si i gjallëmi me të vdekmin. A i keni gjeru disa plejt vjetër? Unë i kam gjeru shpesh herë. Janë disa zona që nuk morin pjesë ata. Me ja përmend çfarë Ramazanit që jo se di thot. Jo e thash edhe më, e ndrova emrin thot. Se kisha emrin musliman thot, se di më ka e kishin marrë thot. Çfarë Ramazani për ty thot? Se di thot, se sa ka kanë marrë thot Ramazanin. Ramazani është me të bërët. Ka thani i hershëm Zoti e bekoft, tha mirësitë e Ramazanit thot nuk përshkruhen. Po gëllzoj vetëm një thot. Mësohëm thë me majt barkun dhe trupin tim me tërbjet thot. E s'kom nevoj me shtrej dorën ati, pa mje pak ujrit. Se e keni parasysh, kër e shtrej dorën, on shumë problem. Shumë problem. Keni hapi port, shumë të vështirë, thot pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Edhe se kom nevoj, thot, kër jam pa bukë, thot, dërsa shkoj ke shpëja ime, 3 ditë rrej pa bukë, thot, se jam i stërbit. Ma e pakta, mirësi nga agjenimi. Kështu që, bëhu i gjallë, përmende Zotin xhelel xhelaluhu, mos lexo libra kotëm kot, me hërzhu kohën të lexu gazeta, bullallëqe sa dush, po përmend Allahun. Shko dhe në shkollë, mëso atje, bëhu i dishëm, pse e gjeta ideal për jush, Zoti e bekoft inshallah. Se dishën kush është krye qytet atje në Londër, sot që ka bëjë gjeografi. Ne kena bënë ka 50 vjet, edhe e dim atë. Pra bëhuni Zot, shihni ku janë vendet e botës kret. Çka që ti qesh, çka që të punojsh, ta kërkosh rrezikun Allah, por kudo që të shkosh,
Allahun me vete. Po e le, mos hes më për blaskën e mu. Zoti ju bekoft gjithë.